Shumë faleminderit I dashur Jetmir Sefa, tash I vazhdojmë me pjesën e dytë e misionit ku do kemi 2 djem përsëri ekskluziv për herë të parë në Folship Show. Agon Latifi dhe Hayreddin Destani, të cilët janë tashmë zëvendësues apo tash kryesi e fondit humanitar Presheu Bujanos Medveç, ku do t'i ftojmë Eduard Trokitje të flasim rreth kësaj shoqate realisht humanitare, se si funksionon dhe si ka kaluar kryesia tjetër tash, nga kryesia që kam njohur përpara tek kryesia e re. Rinia do të marrë situatën dorë, dash Zoti merr shembull dhe politika në këtë formë që ta lëshojnë tek rinia në dorë, se rinia ka kreativitet shumë më shumë. Ftojmë Eduard Trokitje, Agon Latifi dhe Hayreddin Destani. Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Si jeni lov? Mirë. Me punë? Perfekt si gjithë. Bravo. Ti je djali I Skënder Destanit që me Adnanin, me Adnan Ymerin që I përshëndes Adnan dhe Skënder ju përshëndes prej Folship Show. Uroj të jeni mirë edhe duke na shikuar tashmë. Edhe Agon ti je në kryesi tash apo jo? Po jam në kryesi të fondit që 3 vite. Okej, mund ta bëni prezantim ju për shikuesit tanë, pastaj flasim rreth fondit, lutem. Unë quhem Agon Latifi, jam I lindur në Preshev. Jetoj në Zvicër që janë 11 vite. 11 vite. Po, deri në moshën 27 vjeçare kam jetuar në Preshev. Okej. Pastaj këtu kam marrë në Zvicër dhe që 11 vite jetoj në Zvicër në Vetsikon të Zyrit. Vetsikon. Hayreddin Destani. I lindur në Zvicër garant. 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 Thek se e ki hetu vetë. E kam hetu vetë. Jam lind këto, 36 vite tash përboj. Okej. Me familje jetojmë në Cyri, afër Cyrit. Ja, super. Pjesë e fundit, trashëgimisht edhe nga baba, bravo. me familje. Bukur. Inkuadromu krejt. Okej. A ka qenë e vështirë me marrë këtë përgjithësi Agon edhe Hayreddin, sepse realisht është përgjithësi tash, se rinia edhe njerëzit këtu në Zvicër s'para kanë qef mu aktivizu në këto gjona. Tash për ty ndoshta më ndryshe, sepse pas ka ardhur tash 11 vite, 27 vite ke kaluar atje dhe po Hayreddini është pak thot hey, jo papi se s'po du më përzi se s'di, s'gëman ashtu, apo e kupton çysh? Shikoni, këtu në Zvicër është koha shumë e rëndësishme, për shkak se ne punojmë, edhe këtë punë domethënë e bëjmë në mënyrë vullnetare. Ne nuk paguhemi për këtë punë. Po. Dhe për këtë arsye unë kam pasur gjithmonë dëshirë që të ndihmoj vendin tim, për shkak se e di pra që kur kam marrë këtu, se në çfarë gjendje ka qenë domethënë popullata që tek ne. Edhe pastaj kur e kam pa këtu fondin që mundohet me gjitha mënyrat që të ndihmoj vendin tim atje, kam thënë për shkak unë nuk inkuadron dhe që të ndihmoj edhe unë fondit. Si në aspektin financiar, ashtu edhe në domethënë punën time që e bëj këtu në Zvicër, por edhe domethënë në mënyrë aktive në gjitha aktivitetet që I bën fondi, domethënë marr pjesë unë dhe ndihmoj domethënë në mënyrë aktive. Aktive. Tani momentalisht je kryetar apo? Unë jam arkatar për momentin e kam arkatar. Kryetar është edhe 3 vite është Adnan Ymeri. Edhe 3 vite. Po, edhe sekretar është Skënder Destani. Sekretar Skënder Destani. Mirë, po kjo është një parapërgatitje për ta marrë ju fondin. Plani është kështu, po ta shikojmë çka do të sjellë ardhmja. Okej. Çfarë Agon, më qenë se ke ardhur vonë, çfarë punësh të suksesshme keni bërë për Preshevën me fondin humanitar Presheu Bujanos Medveç? Domethënë projektet kanë filluar para se më ardhur në këtu në Zvicër. Domethënë vitin 2013 kanë marrë këta një iniciativë shumë të mirë për ndërtimin e 100 shtëpive në luginën e Preshevës, domethënë Presheu Bujanos dhe Medveç, ku deri më tani janë kryer 72 shtëpi. 72 shtëpi. Domethënë 34 janë kryer në Preshev, në Bujanos, më falni, 32 janë në Preshev dhe 7 shtëpi janë ndërtuar në Medveç. Bukur. Do të thotë një numër shumë I madh, edhe ka kaluar një angazhim shumë të madh, domethënë me gjithë anëtarët e fondit. 72 shtëpi keni bën në Preshev, 34 në Bujanos, 32 në Preshev dhe 7 shtëpi janë të ndërtuar në Medveç. Si janë bashkuar këto buxhete? Përmes diasporës? Në vitin 2013 kanë marrë një gala mbrëmje në Radio Televizonin e Kosovës, ku kanë marrë pjesë gjithë domethënë këngëtarët e njohshëm, artistët, të cilët në mandë të telefonatave ka qenë kështu live, gala live mbrëmje, ku nga gjithë Evropa, nga gjithë bota kanë thirrë njerëz dhe kanë dhuruar parë domethënë live për
fondin ose për një projekte 100 shtëpi për Luginën. Edhe domethënë natë Galambrami është mbledh një shumë e kostoshme e parave për të filluar projekti i ndërtimit të shtëpive. Dhe pastaj domethënë duke ndihmuar secili atetari joni, ndërgjimtar, gjithë ata të cilët kanë shprehë gatishmëri. Në aspektin tjetër social, administrativ, si jeni sot në Preshev, Agon? Po shkoni tash se kam dëgjuar që shumë probleme ka. Nëse him domethënë tash në politikë është problemi kryesor tash në Preshev është pasivizimi i adresave. Pasivizimi i adresave është fshirja e adresave të njerëzve, të cilët është bën një problem shumë i madh sepse dikush ka jetuar 28 vite, 30 vite, mund më ndodhë dhe mu shkoj lajmërohem atje dhe thotë ti nuk gjendesh në listë. Ti nuk gjendesh në listë. Pra kjo është arsye e vështirëshme të nxjerr prej aty. Prej listës. Për me ra numrin e popullatës të numrin e popullatës. Po. Çfarë bëjnë ta njerëz që nuk gjenë listën apo Ka pastaj duhet të shikojnë domethënë në mënyrë tjera në komunë, domethënë në komunë të Preshevës është një zyrë speciale e cila e bën pranimin e këtyre personave dhe pastaj ata e procesojnë më lart në përqendrim institucione. Pra, funksionon vetëm që ka burokraci apo jo? Po. Tash edhe prej Kosovës një avokat i njohur ka bën një padi në gjykatën e Strasburgut për një person i cilin e kanë fshirë nga lista. Okej. Puna tash procedurë është ende në procedurë. Ta shohim pastaj çka do të sjell. Për shkak se kjo është një problem shumë i madh. A janë bashkuar shqiptarët e Preshevës për këtë problem për t'u ankuar? Besoj që po, se cilin në shtëpinë e vet e ka nga një person i cili domethënë është i prekur me këtë problem. Okej. Për atë arsye janë të gjithë të bashkuar. Asaj për këtë aspekti politik, gjitha janë të ndonë. Hayreddin, pozicioni juaj në fondin humanitar? Suportues në gjitha rrjedhat. Unë ndoshta edhe pak për historisë time që kam studiuar ekonominë, informatikën e kam kry, jam pak a shumë më personi që i ndërmerr këto temat teknike, apo flajera, apo që i bie ideat. Çato, çajo përshkruan. Okej. Ti ke studion, punon këtu në Zvicër? Po, kam studiuar, kam kryer informatikën, tonë kam studiuar bachelor dhe master në Universitetin e Sangallës. Pastaj kam punu si konsulent, tashmë 5 vite punoj me një pozitë me një sigurim jetësor. U burë ti dukesh i riti, sa vjeçar se 36 vite. Sa? 36. I gëzofsh. Më tranove, mori, interesant. Ta ka dojë receptin pasandej. Interesant, po të go magjinancën e vej. Interesant, të mendu që jeni 25, 26, shuti të më tregu për gjona për shumë. Kalu para 11 viteve. Po, bravo qoftë, interesant. Halal, pas kënë gjo, ka babi o ka dojtë? Të dytë. Të dytë ka pak, ha? Se cilja, onë ato Mujtë ma ti babë stanë mja morë do pare për i marketing ma të garajën e kereve që e ka, smujtë më Flas prap me to. Smujtë më kurqysh, Skënder Desnonit mja morë, po smujtë, po ati morë s'këna melonë të stanë. Shumë bukur. Unë, të më thonë, jam i lidhur shpirtërisht pak me juve, me Luginën e Preshevës, me shqiptarë që jonë në tanë, jam i lidhur shpirtërisht edhe pse po kam dëshirë gjithmonë me një gjuhë mirë për juve, kam dëshirë gjithmonë me dhonë qashtë sa muj kontribut për juve, absolutisht. Qa janë synimet juja tash? Për momentin jemi me një program shumë interesant, dhe më thonë është që të shpenzohet 1 frank në dite për Luginën e Preshevës. është një frank në dite. 1 frank në dite mund nda për Luginën e Preshevës. Prej kuj? Do më thonë prej secilit person në Zvicër i cili ka dëshirë me ndihmu fondin. Mirë, po për këtë temë është më i inkuadruar Hajra, i cili do të tregoj pak se si është konceptuar me kjo pjesë. Ndoshta pak ideja, na si fond kemi pas gjithmonë aktivitete, a ken turnira apo ken lidhje për autoshow shembull, edhe gjithmonë u bazu, domethënë fondi në antarësi, po edhe në këto aktivitete. Ndërkohë na u mendosh me çysh me ujë me stabilizu financimin e fondit që me mujt na projekte me planifiku në të ardhmen. Domethënë ti nëse keni turne e di një shumë del pja e saj, edhe pasandej merr atë shumën edhe inkuadron domethënë në Luginë. Ideja është që me pas këtë temë, domethënë 1 frank dite, që nuk e lëndon shumë buxhetin. Nuk e ndjen realisht. Isha duke menduar edhe unë këtë, nuk e ndjen nga 1 frank me nxjerr për ditë nga xhepi. Por neve ndoshta nuk janë shumë, 30 frank muj. Barazon ndoshta me një sill që ha dikush jashtë, 2 denera, një picë. Po, realisht më u bë shumë kryen punë atje pastaj. Ashtu. Për një person është pak 1 frank ose një familje. Po na kur mbledh më shumë, definitiv. Arrim edhe shumë. Shuma 100 persona ka 30 frank mujt, kubja ajo, po 3000 franga. 1000 persona 30000 franga.
na me ato para mujmë, domethënë na i na vesh transmetues të atyre parave, i zhvillojmë projektet edhe mujmë migzu familje, fëmijë, pleq edhe tri në luginën e Preshevës, Bujanocës dhe Medveçës. E tash me këtë konceptin e ri keni diçka konkrete për të rregulluar, për të realizuar në Preshevë apo thjesht të keni buxhetin për nevojat që kërkohen? Në përgjithësi, unë kisha thonë agon, ndoshta ti vazhdon tonë në këtë ide. Ideja është që ti vazhdojmë këto projekte që i kemi, që mos t'i ndërprejmë dhe vazhdimisht kemi projekte apo projekte të rregullta që mujmë çdo vit mi planifiku me këto të ardhurë, që mujmë mi gëzu për Bajram. Tash e patëm një rast që fëmijë kanë pas mundësi me shku me ble tesha, garderop, ju pagu ato për fondit humanitar, për ato fëmijë janë me... Fëmijët me aftësi të kufizuara. Po. Me shkollën shqipe si qëndroni atje, apo nuk? Domethënë shkolla si shkollë domethënë është aty është obliguar qeveria për me investu. Po. Qeveria e shtetit të Serbisë në shkolla apo edhe komuna. Mirë po ne si fond domethënë kemi edhe ideja domethënë që do të çojmë çanta, libra, gjërat të cilat i duan i nevojitën fëmijëve për domethënë për mësim. Ne domethënë edhe ne mundohemi që sendet të cilat nga jashtë, ndoshta tabela, ndoshta markera për me shkruaj. Lapsa si lapsa fletore gjitha këto. Ne mundemi domethënë që të ndihmojmë. Okej. Për me këtë projekt. Ndërsa vlen të theksohet se na përveç turnirave dhe scenave tjera që kemi pasur një aktivitet humanitar, domethënë ku për një 72 orë kemi mbledhur 100.000 franka zezerane për një rast në Preshevë, një djalë i cili pas terapive për fat të keq ka ndru jetë. Domethënë nuk ka mujti. Domethënë edhe pse kemi dhënë mundin maksimum, jo vetëm ne si fond, po edhe shumë diaspora kanë ndihmuar shumë për një kohë shumë rekord, kemi mbledhur shumë parë, i kemi paguajtur terapitë në Turqi, po për fat të keq ai personi ndroi jetë. Domethënë kemi raste të ndryshme, pastaj që kemi ndihmuar fëmijët me aftësi të kufizuara, pastaj kemi pruar teatrin e Preshevës këtu në Zvicër, ku i kemi pas 500 domethënë mysafir. Okej, bravo. Domethënë ka qenë një ide shumë interesante, domethënë ka teatri komplet trupa e teatrit të Preshevës, edhe ka dhënë një shfaqje këtu domethënë në Ushter. Në Ushter ka qenë domethënë të kantonit të Cirit, ku me të vërtetë ka qenë shfaqje shumë interesante, na ka dhënë vetë sikur jemi në shtëpi. Bravo. Domethënë aktivitetet janë ndryshme, nuk domethënë projekti për 100 shtëpive ka më mbet domethënë derisa të kryhet. Mirë, po në të njëjtën kohë ne duhet edhe me projekte të tjera që të mira. Tani projekt 100 shtëpive janë shtëpi që do rinovohen për të rrugë apo është shtëpi të reja? Shtëpi komplet, tash shtëpi ose banesë. Ose banesë. Po, domethënë nuk është vetëm shtëpi, po mund të edhe banesë. Janë 100 familje në nevojë sot apo jo? Po, domethënë normal që ka nevojë. Shembull, nesër kemi më dhuru banesën e 34 në Bujanoc. Nesër kemi hyrë një familje domethënë në 3 antarësh aty brenda. Edhe është rëndësia e kësaj, domethënë çdo ndihmë me ndihmë lidhet, domethënë ajo firma që e kemi ble banesën, tash ja ka siguruar nesër edhe burrit edhe gruas punën. Edhe me punu. Domethënë edhe banesa u siguru. Po edhe puna me punë. punë. Po, njëjtën kohë domethënë edhe ata dy janë punësuar te afaristi domethënë në Bujanoc. Ku shprehim domethënë rastin ata falenderojmë. Bravo. A ka shoqata tira në Preshevë, a bashkëpunoni mes vete apo shoqata ka domethënë në Preshevë, na bashkëpunojmë me shoqatën, tash kemi pas bashkëpunime i cili ka domethënë për realizimin e kësaj në projektit për fëmijët me aftësi të kufizuara, ka qenë shoqata Vizioni, ku në bashkëpunim me ata për shkak se ne nuk kemi qenë në mënyrë fizike atje. Ata domethënë kanë bërë përzgjedhjen e fëmijëve, ata kanë bërë domethënë përzgjedhjen e teshave, edhe ne domethënë kemi bërë vetëm se i përket pagesën. Sa ka kushtuar projekti? Dikun ka kushtuar dikun 2.000 franka, dikun për fëmijët në Bujanoc, Preshevë edhe në Medveç. Mos ta harrojmë se gjithmonë në Medveçën e harrojmë, po Medveçja gjithmonë është me neve. Okej, absolutisht. Po. Ndërsa këtu në Zvicër kemi bashkëpunime, po tash shkoni shumë ka domethënë fonde humanitare, ka tash secili fshat për ka një fond, secili qytet për ka një, po na jemi fondi vetëm i cili jemi të shtrim në të 3 qytetet. Në 3 qytete. Po domethënë sa antari ka fondi juaj momentalisht? Antar kanë dikon domethënë mbi 100, të cilët janë disa janë aktiv çdo muaj, nëse disa janë her pas herë si kanë kushte financiare e ndihmojnë fondin. Pra, fondi, shoqata juaj është që i financohet vetëm prej diasporës dhe prej njerëzve që... Prej njerëzve domethënë që janë shumica, domethënë që janë këtu që jetojnë domethënë në Zvicër, edhe për këtë arsye na tash e kemi ndruar sistemin, nuk është sistem klasik, domethënë që vetëm se me lyp parë, po na organizojmë një turner, na turner domethënë çat bën hyrat i shtim domethënë në fond. Një pyetje dhe një përgjigje kam dëshirë në pikpamje individuale. A jeni si ndjeni si shqiptar të Luginës
nga mbështetja e qeverive shqiptare? Ma herët jemi ndi të lënë masdore, Nga? ma herët si nga qeveria e Kosovës, si nga Shqipërisë. Okej. E sot? Sot ndihemi më të përfaqësuar për shkak se tash qeveria e Kosovës, për fat të mirë, e ka ndonjë buxhet, domethënë special për luginën e Preshevës, prej 4 milionë euro, e cilën e ka integruar në buxhetin e Kosovës. Dhe ato parë domethënë çdo vit shpërndan në luginën e Preshevës. Okej. Edhe pastaj komuna vendos ku shkojnë ato para. Komuna vendos, pa. Domethënë Qeveria e kalon komunës. Qeveria domethënë ja kalon këshillit kombëtar, Po. nuk është një këshill kombëtar në Bjanoc. Ndokur përmes atyre, pastaj aplikojnë njerëz me projekte dhe mbas projekteve ata domethënë i financojnë ato projekte. Ndoshta gjejnë punë për 6 muaj për ndikon, ndoshta financojnë një projekt kulturor. Shqipëria ka rol në luginë apo jo? Shqipëria, domethënë kështu na mbështet, ndoshta mirë po me mjete financiare deri më tash nuk. Me mjete financiare, vetëm moralisht. E di që kur kanë qenë disa vërshime para disa viteve kanë ndihmuar me 100.000 franka komunën e Preshevës. Po ndihmojnë ata ndoshta me mënyra tjera, me stipendione për student, japin stipendione gratis. Po. Apo ndoshta mundsojnë dhe një specializim të mjekëve. Po. Kaq çfarë tash, ndoshta ka edhe më tepër, po. Hajro, a do bësh sekretar, a do ja zëvendësosh babin, si është plani jot? Me thonë se edhe pak duna ndështë me marrë shkollë, pasandej në të ardhmen, është e mundshme pse jo. Na gjithmonë jena në kërkim për rini që inkuadrohen në fond. Ata ndështë e pak ma shumë kohë kam për momentin, po besoj se energjia jonë e bashkume me edhe ato personat si baba ose Aga Adnan që mbledh aty edhe që bëhet fuzion, e kena eksperiencën, e kena energjinë edhe besoj që muj me arrit shumë. Okej, Aga Adnan, unë i thiri Adnan normal. Aga Adnan! E modhje, po që mirë, shumë është zotni, të dy janë zotni në fakt. Vesh mo zotni bëhet Skënderi ku t'i shesin të puar marketing. I tranaj qështu. Tash i qëllimet janë me vazhdu këto projekte tuajat, keni nevojë për antar të ri, për buxhet të ri dhe keni nevojë që me ju tregu njerëzve shqiptarëve në përgjithësi që me nda ka një frang në ditë, që i bjen 30 franga në muajt, për shoqatën që me ju ardhë ndihmë Presheves, Medvegjes të Bujanovcit për familjet në nevojë, apo jo? Sakt. Ideja është që i sensibilizu njerëz që me pak para mund me arrit shumë. Po, me bo shumë, po. Me gjërat vogla me bo gjërat mëdha. Ashtu. E na apelojmë në çdo person ose çdo familje që ka mundësi me ndihmu, ndoshta bën edhe me përmend webfaqen ose ma bën. Po patjetër, unë për këtë punë jo kam brusat, veç me bo sa më publike që njerëzit mua ndërsu në shoqata në fondin tuaj. Pa pikë problemi. Lutem me knaqësinë më të madhe. Gjithkush që është interesuar me ditë se ç'është është procesi apo ç'është mujtën me bë, mujtën me njën me hin në faqen www.fondihumanitar.ch/1chf ose për ndryshe na mujmë ju dërgu informatat, mujtën më kyç në e-banking si ka gjithkush në Zvicër, QR kodin e gjejnë te na, e skanojnë prekin daura oftrak, edhe kyçin një frang njaft, 7 frang një frang ditë, 7 frang njaft, apo 30 frang mujt, edhe daura oftrak i vazhdon ashtu. Sa interesant koka me ma tregu që koncept t'i gjejnë do pak për këtë emisionin tonë vëlla. Pse jo? Pse jo? Absolutisht, jena të bëj punë të mira edhe na, e kupton? Po, normal. Gjithkusha të bëj punë të mira. Kom një pyetësor për juve, çuna? A lejohet më u bëni pyetësor apo? Po, pse jo? Ha, le ta bëjmë pyetësor i herë ta shohim se çfarë përgjigjesh do marrim nga Hajredin Destani, mbemër të fortë ki Destana. Të fortë, po. Ti me që të mbemër i martum je, pastaj po. U i martum jam. I martum, ti shakon beqar, ti me që të mbemër. Kishe bo lom. Po, s'kam nevoj, shumë në kohë gjatë jam. O kryku ma beta, jas, po voli ma beta, tash ti shakon beqar, tashune. Agon, jena pak të mrapsh për natyre, agon na falë të lutna. Pyetje për Hajron. Do preferoje të shpëtosh 100 njerëz anonim apo një person shumë të afërt që do shumë? Sipas emocioneve, atë afërmin, më kon objektivisht 100 persona. I fort je. Ti në hin politikë je i fort, po të kallëzoj. Ishte një përgjigje shumë diplomatike. Bravo qoftë. Do preferoje Agon të bësh punë humanitare gjithë jetën pa u njohur kurrë nga askush, apo të bësh i famshëm
por të ndihmosh më pak njerëz? Sigurisht parën. Të parën. S'ka nevojë ndoshta me ditë njerëzit çka ndihmoj. Ato e bëjnë në mënyrë vullnetare dhe me shumë, domethënë 100% sigurt të parën. Humanizmi kur bëhet me reklam, me kamera, tu kallëzu që kam të thonë, a reklam a humanizëm ai? Është reklam. Reklam. Pra, realisht është reklam. Se në moment që e merr një kamerë në qizëm, të i thonë diçka hajros, apo dikuj tjetër. Nuk është puna pse ngjizon ai ndoshta vetën, po problemi është ajo familja, e cila ndoshta pra keq shfrytëzohet edhe ajo pjesa. Ne domethënë, unë njerëzit human i quaj disa njerëz që i njoh individualisht, që bëjnë mirë, japin edhe nuk folin kur dhe nuk e din kërkush. Që ajo është bamirësia më e madhe. E në moment që bën me 100 njerëz, me kamera, me tollovije të shfrytëzu fëmijë, familje, kjo është reklam më tepër. Pra kjo nuk është humanizëm, kjo është reklam për me bind njerëzit që më marr parë. Domethënë nuk jam pro kësaj pune, me të thënë drejtën. Më këtë rast du mi bo thirrje Elvis Naçit edhe Halil Kasratit, të dyve mi u bo thirrje se publike po ja bëj. Mundoni përderisa jeni dy personat që njiheni për humanizëm dhe merrni fonde shumë për humanizëm nga diaspora, mundoni mu ndihmu njerëzve pa i dallu dhe pa, nuk po gjykoj, s'po para gjykoj, mirë po kemi shumë shkrime në redaksin tonë, që na kërkojnë ndihmë financiare edhe për shtëpi, edhe për ushqime, por edhe për sëmundje, dhe realisht ne jemi një emision televiziv, pra nuk mund të bëjmë më shumë se sa t'ju kthejmë një përgjigje për t'ju thonë që ju lutem mund të kontaktoni tek filani apo filani, sepse ata janë për këtë punë, edhe na shpesh herë kemi marrë përgjigje, nuk lajmërohen, nuk na kthejnë përgjigje, kemi të vështirë. Pra, keni pak parasysh, shikoni pak telefonata, ta dëgjonat, kërkoj ndjes, domethënë po flas vetëm thjesht në çfarë na vjen neve në redaksi shpesh herë, edhe për këtë është mirë që ti merrni parasysh të gjithë njerëzit që kanë nevojë. Sa është gjuna secili njeri ka nevojë. Nuk duhet bërë humanizmi me mik apo pa mik apo ku diun, apo me interes apo pa interes. Pa dashme para gjyku kërkon botë, po më dhimbë se disa njerëz që më shkruajnë nga Kosova, nga Presheva, nga Shqipëri, gjithë anë më shkruajnë, shohin numrin të emisionit, më çojnë foto nga më të ndryshmet ku kërkojnë ndihmë dhe s'dihet njëri çfarë më u bë më valla. E kupton? Një herë i kemi qenë në zonjë do parë ja kam qenë për Bajram, por më shumë s'mujë se na e kuptoni kemi edhe në hallet tona këtej. Kjo është ideja. Ishim tek pyetja. Për ka është pyetja? Kjo pyetja është për Hajron. Do preferoje të jesh gjithmonë në terren duke ndihmuar njerëz në nevojë, apo të rrish në zyre por të menaxhosh miliona për bamirësi? Forcit i kom në pikën e dytë. Pra, prej zyre me miliona. Po, për bamirësi. Më shumë, po. Bravo. Se sa me dalë në terren. Okej. Pyetje për Agon djalin. Do preferoje të mos kesh shumë para por të ndihmosh direkt njerëzit, apo të bësh milioner dhe pastaj të ndihmosh shumë fish edhe më shumë? Normal, thash, më mirë është me qenë milioner dhe me ndihmu shumë njerëz, se sa mos me pas parë dhe me ndihmu vetëm se një person. Okej, bukur. Pyetje për Iron. Do preferoje të ndihmosh dikush që nuk e meriton fare, apo të mos ndihmosh dikush që e meriton shumë? Të parë. Sa për ndihma është ndihmë, edhe pse se meriton, ndoshta ai person kthehet dhe bëhet edhe ai pozitiv. I madh, gigant çka. Bravo. Pyetje për Agonin, do preferoje të falenderoje publikisht për çdo gjë që bën, të falenderojnë publikisht për çdo gjë që bën, apo askush të mos di, por njerëzit të jenë realisht të lumtur prej teje? Normal është e dyta, sepse ne ato që e bëjmë nuk e bëjmë për famë, po e bëjmë për punë të mira. Zoti i Madh nalt, ai inshallah na shkruan si gjëra të mira që i bëjmë, edhe njerëzit ka shumë vlerë të cilat na falenderojnë, e kështu në mënyrë publike nuk lum shumë rol. Okej, bukur shumë. Pyetje për Hajron. Do preferoje të bësh një ndryshim të madh në jetën e një personi, apo ndryshim të vogla në jetën e 1000 personave? Ndryshim të vogël në 1000 persona. Në 1000 persona. Bukur shumë. Pyetje për Agonin, do preferoje të udhëtosh në vende të vështira për të ndihmuar,
apo të qëndrosh në Zvicër dhe të ndihmosh komunitetin këtu? Jo, unë kisha preferuar të shkoj në vendet e varfra që të ndihmojmë atje. Mirë po, domethënë gjithmonë të mendu Kosovë, Shqipëri, Maqedoni. Treva tona. Po. Pyetje për Hajron, do preferoje të jepje gjithçka që ke për një kauzë apo të ndihmosh pak nga pak por gjatë gjithë jetës? Dytën. Pak nga pak, Po, por gjatë gjithë jetës. ashtu. Bukur. Pyetje për Agonin. Do preferoje të jesh humanist serioz gjithë kohën apo humanist por që Faza, bën faza. humor edhe në situata të vështira? Jo kisha pas dëshirë që të jem humanist gjithë jetën. Ama serioz, pra, domethënë mos më bëj humor kur, pra, se domethënë humanist serioz gjithë kohën, pra me mbajt një qëndrim, apo një humanist, përsëri je humanist, mirë por je që bën humor edhe në situata të vështira. Okej, në varë çfarë situate, po e dyta pra. E dyta, pra, humanist, por që e ke edhe nuancat e humorit. Po. Pyetje për Hajron. Do preferoje të ndihmosh njerëzit, por të mos kesh kohë për jetën tënde personale, apo të kesh një jetë perfekte personale, por më pak kohë për humanizëm? E rond. Unë burimin e energjisë e kam familje, edhe për atë arsye e zgjell dytën. Okej. Jetë private perfekt, po pak me ndihmë. Okej, bukur. Atëherë, pyetja e fundit për Agonin, do preferoje të kritikojnë edhe kur bën mirë, apo të lavdërojnë, por në fakt të mos bësh zhurmë? Ja, është mirë domethënë që të më kritikojnë kur bëj mirë, sepse domethënë nëse ka kritika, dihet që jetoj bën një punë shumë të mirë. Pra, domethënë të kritikojnë kur bën mirë, pra jetu bën mirë dhe të kritikojnë, Po, apo me të lavdëru kur nuk jetu bën mirë shumë, Ja, mu le të më kritikojnë kur bëj punë të mira. kur bën punë të mira. Po. Kritika domethënë është pastaj se njëri edhe mbas kritikave domethënë edhe mëson. Ndoshta unë bëj ndonjë gabim, nëse e shoh një kritikë e cila me të vërtetë është kritikë domethënë me vend, atëherë pse mos e përmirësojmë? Ne nuk kemi të pagabush. Jep në ka mesazh sipas dëshirës tuaj. I ftoj gjithë domethënë në mërgjimtarët ose që të cilët jetojnë në Zvicër, në Gjermani dhe kudo që janë në botë, që të ndihmojnë fondin e luginës së Preshevës, sepse përmes fondit do të ndihmojnë automatikisht edhe vendin e linjës, luginën e Preshevës. Besoj se gjithkush e ka, edhe ju, që po shikoni, e keni ka një frangë ndite për ndihmë për luginën, edhe ju ftoj gjithve me vizitu faqen, apo si e përshkruam si Bo Daura Aftragi, edhe janë garant falenderus ato familje që kanë mi marrë këto para për ndihma, ata pleq, ata tri, edhe me pak arrim shumë bashkë. Një luginë e fortë është një shqiptari e fortë. Kështu që bashkohuni të gjithë dhe ta ndihmojmë luginën me gjithë zemër. Oga Adnan, Oga Skënder, ju përshëndes. Ju falenderit shumë Agon, falenderit shumë Hajro. Faleminderit. Shumë respekt dhe mbyllim së bashku. Deri javën tjetër nga Agoni dhe nga Hajra, ju përshëndesim bashkë me stafin tim, më po që kini.